19, data 19 maj 2026. Kemi një ditë shumë të ngjeshur me ndikime planetare, mundësi, rëndësi, me ore të zgjatura, orare të ndryshme. Për shembull, kemi afërditën në shenjën e binjakëve, në ndikimin më të madh, sepse afërdita nga binjakët në një ndikim shumë të madh dhe gjithashtu ka të bëjnë edhe me disa mundësi të tjera, sepse duke lidhur me këndin që bën ndikimi më i madh, që është Jupiteri, një trekëndësh me afërditën me Jupiterin nga Gaforia, duke se do të shtojnë më shumë intensivitetin, ndryshimin dhe intensitetin e madh të marrëdhënieve tona në mënyrë më të mirë, duke na bërë më të butë dhe më ndikues ndjenjat tona, ndërsa motivi, puna, karriera, ndryshimi, dokumentacioneve do të favorizohen shumë shenjat siç janë Gaforet, Akrepët, Peshqit dhe jo vetëm kaq, por edhe çështjet financiare. Nga mbasditja, mbas orës 11 deri në orën 16